Përshëndetje, mirë se vini në Living Day. Ditën e sotme do të kemi 4 rrëfime të 4 nënave me 4 fëmijë. Dhe ajo më frymëzuesja në historitë e tyre është që të gjitha janë gra shumë të suksesshme në profesionin e tyre. Kam kënaqësinë të mirëpres në studio Dorina Preti, avokate. Përshëndetje Dorina, mirë se vjen, kënaqësi të të mirëpres. Urime shumë suksese për profesionin tënd, por mbi të gjitha, për të qenurit nën e 4 fëmijëve. Janë 3 vajza dhe një djalë. Do të më thuash emrat e tyre? Është Noa, Lora, Arta dhe Marta. O, sa bukur! Të cilëve ne shpesh, për shkak se janë 4, u themi 1, 2, 3, 4. Për shpejtësi kjo, për efekt. Po ata e kanë mirë kuptuar këtë gjë, apo bëjnë humor edhe ata me këtë gjë? Jo, gjithmonë janë të pranishëm, pra kur nuk janë të pranishëm ndodh kjo. Të ftoj të rahatohesh dhe mirëpresim një tjetër zonjë, është Senada Demushi, mësuese, zëvendës drejtoresh, etnologe, studiuese letrare, shkrimtare, është përkthyese, poete, nën e 3 vajzave dhe një djali. Përshëndetje, mirë se vjen në Living Day, kënaqësi të të mirëpres. Faleminderit. Është gati e pabesueshme të lexosh CV-n tënde, gjithçka se ka arritur të bësh dhe të kesh 4 fëmijë. Shumë urime. Faleminderit. Edhe unë po filloj qysh në fillim me çokat. Është njëri prej librave të mi, ta kam shkruajtur edhe autografin. Faleminderit shumë, jam shumë e lumtur. Dhuratë e vogël. Është një dhuratë shumë e bukur. Jam shumë edhe e lumtur që këtu ka shumë libra. E kemi të rëndësishëm dhe vazhdimisht ne flasim për librat, por sot nuk do të flasim për librat e tu, nuk do të flasim për arritjet e tua në karrierë, do të flasim për arritjen më të bukur në jetë, që është të qenurit nën e 4 fëmijëve, 3 vajza dhe një djalë. Djali është i 4-ti. Do të më thuash emrat e tyre shpejt e shpejt? Amla, Isis, Njalta, Blin. Sa bukur, edhe emra shqiptar, të ftoj të ratohesh dhe mirëpresim edhe një tjetër zonjë që do të na bashkohet e do të na tregojë historinë e saj, Malvina Tafciu, pedagoge dhe nën e 3 vajzave dhe një djali. Gjithashtu Malvina, përshëndetje, mirë se vjen në Living Day. Shumë kënaqësi të të mirëpres. Kënaqësia imja. Shumë e lumtur që do të jem me 3 zonja, me 3 gra të cilat kanë 4 fëmijë e 4-ta. Do të vinte me shumë dëshirë dhe kënaqësi në studio, por për shkak të një emergjence në profesionin e saj, i duhet që të jetë në sallë. Ajo është njeke. Do të na bashkohet në lidhje direkte Edlira Reovica, kirurge, senologe, e cila sapo ka mbyllur një operacion, ajo është nën e 4 djemve. Sakrificën më të madhe e ka ajo. Po, në këtë moment, ju e dini shumë mirë se çfarë do të thotë që të jesh në profesion dhe të jesh e suksesshme në profesion e nga ana tjetër të kesh edhe 4 fëmijë. Tani, si e keni gjetur balancën? Si janë ditët tuaja? Si ndaheni mes profesionit edhe detyrimeve në familje, kujdesit të 4 fëmijëve? Unë mendoj që kjo vjen, është balanca, nuk është qëllim në vetvete, është pasojë dhe sa herë ndalem të shikoj se si po ja dalim, kjo është për shkak të harmonisë që kemi ndërtuar në çift. Të harmonisë, të rregullave që kemi vendosur, të mënyrës se si organizojmë ditën, punën, dokumentacionin, fatura, dërgimin e fëmijëve, marrjen e fëmijëve. Është si në shtëpinë tonë është si një mini zyrë e vogël ku vendi i posaçëm i faturave, ku unë i lë faturat, ku bashorti i merri, paguan, i ekzekutoni, kthen në pozicionin përkatës, pra kërkon shumë organizim edhe mbështetjen e njëri tjetrit, mirë kuptim, sigurisht ka edhe raste ku nuk ka balans, ku ka tension, ku ka konflikt, ku ndoshta nuk i arrim këtë harmonin për cilën po flas, por rikuperimi ndodh shpejt pastaj, rikuperimi. Po shohim një foto në ekran. Këtu jemi në zyrë? Po këtu jam në zyrë. Dhe ke marrë me vete? Marlën, të fundit. Të voglën. E ke marrë me vete? Ajo ka qenë me mua që pa bërë 40 ditë që ende, sepse përveç profesionit të avokatisë, unë zgjodha të impenjohem edhe në një drejtim tjetër, të i futem fushës së politikës. Kjo jo për vetë qëllimin e fushës, po më shumë për të bërë diçka për vendin tim, për atë dheun tonë. Edhe ajo erdhi bashkë me frymëzimin, pra unë isha shumë e frymëzuar ta vazhdoja këtë rrugtim dhe ardha e saj nuk më ndali.
Ajo është këtu në tavolinën e zyres, unë po shkruaj, po punoj, qëndronte aty, më pas u rrit edhe duhet qëndronte në karrocë. Po, ka qenë një fëmijë mbar, jo vetëm ajo, faktikisht. Të katër kanë qenë fëmijë shumë të mbar, ndoshta edhe ndaj dhe atë dëshirën që unë kisha që t'i merja me vete në punë, në takime, në impenjime të caktuara ku ishte e lejueshme, e pranueshme, e mirëkuptueshme, i merja dhe nuk kanë qenë fëmijët e mi asnjëherë të bezdisshëm për mua. Im shoq nuk do që t'i marri, nuk do, sepse sigurisht nëse unë do t'jap një fjalim për shembull, do t'i mbeten atij. Kjo është edhe ka edhe të drejtë. Por unë dua t'i kem me vete sepse sa foto të bukura. Mungesa larg këtyre më trishton. Kjo foto në ashensor për shembull, nuk jam tipi ndoshta që t'i kap fotot, po ajo është një ditë shumë impenjative e fushatës, ku për mua 2 minuta nga garazhi në -1 deri në apartament ishin shumë. Dhe kam marrë vajzën në gjë sepse kur ngjitesha lart duhet të ndrohesha për t'ikur diku tjetër. E pabesueshme. Dhe thash, unë duhet ta gjej telefonin, duhet ta gjej dhe këtë foto duhet ta kap dhe do ta mbaj mend. Pra je duke ushqyer vajzën aty. Ajo është në gjë, po. Nga garazhi duke ecur. Nga garazhi deri në shtëpi. Po, ajo është në gjë dhe më sombër kohë. Po, dhe kam thënë unë nuk do ta këtë kam kuptuar dhe këtë mesazh dua t'u përcjell të gjithë të rinjve. Ne kemi jashtëzakonisht shumë kohë, shumë kohë. Mund të bëjmë shumë gjëra në një ditë. Është e jashtëzakonshme se sa shumë mund të arrijmë nëse organizojmë mirë ditën tonë, sepse nëse jemi të organizuar, pra organizimi për të cilin folje që në fillim. Albina nuk të pyetja për emrat e 3 vajzave dhe djalit. Të lutem të më thuash. Unë Enfala, vajza e parë, Ihsan, djali, e Arta dhe Enisa. Sa bukur. Enfala ka kuptimin e dhuratës. Është një sure në Kur'an, surja Enfal, dhe duke qenë se fëmia i parë është dhuratë për çdo familje, domethënë kur bëhen prindër për herë të parë, dhe unë doja me këtë lloj gjë, pavarësisht se unë të 4 fëmijët 2 muajt e parë kam lënë pa emra. Dhe ndoshta do ta shikojmë edhe në foto që kam bebi 211, bebi 156. Po pse ke pritur ka gjatë për të vendosur emrat? Kam pritur, nuk ishte se doja të prisja unë, po unë kam lindjet parakoshme, gati 1 muaj e gjysmë përpara. Dhe të 4 i kam pasur me rrezik dështimi. Më saktë, fëmijën e parë nuk e dija, domethënë se si reagonte trupi im. Dhe e kam pasur për të lindur me datë 21 janar, ditën e ditëlindjes babit, dhe unë kam lindur me 14 dhjetor, 2014. Dhe madje jam veshur atë ditë për të vajtur në leksion me studentët e part-time-it, si ishte ende sistemi i part-time-it, dhe ndërkohë që isha në shkallët po ngjisja nga kati i parë në katin e dytë, po më shikonin studentët e part-time-it, atje ishin pothuajse mosha madhore, gjithë mund të ishin pjesë domethënë nëna ime apo tezet e tjerë, dhe erdhi zysha, e ke parasysh kur shikoj dhe unë me zi po ngjitesha sipër, se shtova gati 25 kg. Në moment më kapin dhimbjet e lindjes dhe ka dash Zoti që unë ta kisha spitalin afër. Në fakt linda një qytet që unë kisha vajtur për të përmbyllur ciklin e leksioneve dhe e kisha planifikimin në Peshkopi. Në Peshkopi. Unë jam me origjinë. Po unë jam me origjinë nga Dibra dhe isha edhe pedagoga atje, por duke qenë se kisha munguar 1 javë për arsye shëndetësore që isha në spital dhe kisha bërë një mungesa 1 javë të studentët. Dhe kështu që këtë javën që kisha, unë duhet të rikuperoja dhe këtë javë, dhe ndërkohë që javën tjetër studentët kishin provimet, se ishte fundi. Kuptojmë edhe këtë pasionin tënd për profesionin. Tash jo, nuk mundet se i bite ditën e provimit të më vinte një kolegi imja që bënte provim studentëve dhe unë nuk bëra kompromis, tash unë do sfidoj shëndetin tim, edhe pse isha çuar nga spitali, tash nuk do lejoj kolegë. Ishte bora, ishin bushë. Malvina, pas ka qenë vërtet një dhuratë. Edhe ndërkohë që po më thoshin kolegët, domethënë, Malvina më merr në telefon. Hajde sot se po të presin studentët sepse dinte që unë kisha këto dhe ndoshta me vështirësi në borë, rrezik për të rrëzuar edhe ka marr pak me tek i tizi. Edhe kur i thoshin studentët përgjithësisht për ta zysh Malvina ka lindur. Po jo më çfarë zysh Malvinën e pam në borë, çka ka lindur? Zysh edhe merr ajo në telefon thot Malvina më fal. Linde në Peshkopi. Po, në Peshkopi. Edhe falenderoj Zotin që kam lindur në Peshkopi, se nuk e di si do ishte situata. Ditën tjetër që unë do boja në rrugën e vjetër 4 orë gjysmë rrugë,
nuk e di, se mund të kisha lindur nga Borrelli, nga Amati, nuk e di atje dhe zoti e ti më që të bëhe. Po kjo është historia e vajzës së parë. E mfalës në auditor. Una nuk e kam shijuar dhe lejnë e lindjes bruna që unë t'i marrë, dhe ndërkohë që në të dytën i thoja doktoreshës së lagjës, të luta, mund më japësh lejnë e lindjes se unë pas një javë do lindi, unë sot një javë jam e lindë. Qa je ti, doktoresh ti që di, po doktoresh e trupit tim jam unë, sepse unë e ndjeja. Edhe kisha, dhe më thënë, nuk mund të rija, në të katërtin unë kam qenë që 20 javëshe në regjim shtrati në spital, dhe më thënë. E kuptoj. Dhe Arthon unë e kam lindur thuajse në makinë. Çfarë histori? Dhe ajo ka qenë një ndër që kur nuk kam për të harruar, film mas një 20 e ca ditësh në kapi pandemia dhe unë kam ardhur nga Durrësi, nga prindrit e mi, ndërkohë që barku ishte fryrë dhe nuk kapja dot frena dhe makinës. Se ishte edhe në timon? Isha në timon, sepse i tim shoq nuk e kam pasur, as në linjën e parë, as dyrin, as tretën. Dhe më thënë dhe aji, danë të atë mendime se shiko, doktoresha ka thënë do lindesh, po lore ore doktoresha, se doktoresh janë vetë, unë kam për të lindur sot, po jo kam një konferencë në Kosovë dhe aji ka qenë në 3 lindje në Kosovë dhe unë kam ikur vetë. Dhe në momentin që vete me artën të mbretëresha Gjeraldin, dhe më thënë të martaniteti vjetër, edhe vjen në Dela Heroja i derës, më thotë, shoferja sot të parkoj makina, ndërkohë që në makinë kisha mamin. Dhe mami nga emocion vetëm po dridhej, ndërkohë që po dridhej, unë thash, o bobo tërmeti, se kishim kaluar 2 tërmet në 2019, shtator dhe të, thash, o bobo tërmeti, sot e gjeti tërmeti, thash, në makinë, unë po lind. Ishin emocionet e mami? Po, edhe mami të lutëm, tha, nuk e di, tha, po më duket sikur po lind tani këtu, tha, sot tu po ju në ty, thash, dëgjon, në ke harë për të më mbështetur, rrimi atje, thash, në të kundër t'ja dal vetë se jam mësuar. Sa e edhe kam dalë jashtë, dhe makinën, kur ka ardha i shoferi, të lutëm tha, parkoj makinën, edhe unë kam dalë kështu. Kush të parkoj makinën? Ti qënë ke për të lindur, se që keni një portë të jashtëzakonshme, ju nëna që lindë një 4 fëmijë. Malvina, të lutëm, do shohim bashk rutinën e mëngjesit tuaj me 4 fëmijë. Jo, nuk janë ato foto, po janë ca video kaq të bukura që do t'i shohim me shumë kënaqësi. Unë jam Malvina, këto janë 4 sarat e mi, fëmijë, 3 vajza dhe 1 djalë. Jemi në këndin më të preferuar të familjes sonë, për më tepër. Sot kemi menduar të bëjmë krosin e frutave. Këto hedhim pak tërshër. Këtu kemi kumpullën e thatë. Këtu të dashur miq kam bërë farat e lirit, por i kam bluar sepse për të përsisur trupin më mirë. Këtu kemi urmën e arabis dhe lajthi. Këtu kemi bajame, kurse këtu kemi polenin e bletës, është një super vitamin. Këtu kemi sërish fara kia, por i kam bluar dhe këto shoqëruar me farat e fundit. Luleshtrydhe. Po, luleshtrydhe, të egra sigurisht. Këtu kemi boronicë të egër dhe paksa menafer, kivi dhe mall. Dhe këtu kemi vajin atë mjaltin e pishës, mjaltin e gështenjës dhe mjaltin e lulës diellit, karafil, në fund do të jedhim dhe pak shafranin dje dhe propolis. Ne i përdorim pothuajse çdo ditë këto dhe gjapin e kokosit. I kemi shumë qejf për shkak se kemi bërë për ditë. Mos harrojmë këtë e pimesën. Vaj në fare zezë. Vaj fare zezë. Kurse këtu, si që shikoni, është një vazo që thuajse ka mbaruar sepse çdo mëngjes në vaja fëmijëve, është një eliksir i cili në përbërje ka xhenxhefillin, ka xhinxherin, ka shumë pak farën e zezë, ka qumshin e bletës, propolis dhe polen. Dhe unë u japi kur jam në nxitim në mëngjes esëll të fëmijëve. Manafer kemi këtu dhe boronicë e egër, që fëmijët e kanë shumë qejf. Tu kemi luleshtrydhe dhe mjedra. Luleshtrydhe dhe mjedra. Tu e kemi kumbullën e thatë. Edhe kumbulla e thatë këtu. Farën e lirit. Bluar. Për ta përsisur më mirë trupi, e kemi bluar. Bajame. Edhe një çik bajame. Urma arabi edhe lajthi. I ka qëruar në falat të gjithë së bashku me isanin. Poleni i bletës, një super vitamin. Bravo. Si është të regoj rrugën, pasaj vazhdojnë, është një të preferuarit tanë,
Vitaminat e mjaltit me hoje, sidomos kjo hoja, është antibakteriale dhe sigurisht lufton shumë sëmundje. Ja po hedhim pak edhe këto fruta, pse në fala I ka qef këto fruta kështu. Bas me sanin. Ja dhe mjalti I gështenjës, është ndër mjaltet më të preferuar për fëmijë. Kjo është një ndër pjatat tona të preferuara dhe më të shëndetshme. I ka të gjithë dozën e vitaminave këtu dhe jam shumë e qetë për shkak se fëmijët e mi dinë çfarë han në mëngjes, sepse ne në fund fare jemi ajo çfarë ham dhe ku ka më mirë se përveç këtyre gjithë vitaminave që ne kemi marrë, një dozë e ëmbël dhe ngrohtë dhe fuqishme mbi gjitha, dashurie nga dora e nënës. Procesi I radhës është namazi apo kohët e faljes që fëmijët shpesh na shoqërojnë. Isani është atje sepse është rregulli që duhet çunit na udhëheq, më thon, si dietar dhe pastaj ne të tjerat vazhdojmë këtu. Çfarë mëngjesi, komplimenta, urime. Ne falemi një herë në mëngjes herët, në momentin që zbar dita, është një obligim hynor, domethënë 5 kohët e namazit, sigurisht që unë dhe im shoq, por shpeshherë jemi përpjekur që edhe fëmijët I marrim, sepse edhe ato të rriten me këtë lloj dashurie për namazin. Namazi është një lidhje hynore, shpirtërore mes krijuesit dhe krijesave, edhe sigurisht që ne duam ta japim këtë jo në mënyrë domethënë detyruese, por se me shembullin tonë. Ama mëngjesi unë këtu nuk jam një nënë bashote që I vendosi pikat mbi I edhe si profesioniste E gjuhës, edhe nuk fal, nëse ato nuk marrin jo kaq të larmishëm, por dozën më minimale unë u lë shkollën, nuk I çoj më në shkollë atë ditë. Derisa të çohen në mëngjes, ka orare që të çohen si në ushtri edhe në vjen ora 7:30, duhet të radhiten atje dhe të shkojnë, domethënë se I çojnë vetë, po pashme, pa domethënë e bëjnë vetë transportin. Pra të duhet të kesh rregulla strikte. Po rregull, nëse unë nuk do isha strikte në orare, në rregulla, gjëra, nuk doja kisha dalë. E kuptuam që ke pak nën e rrept, edhe prandaj fëmijët I po fëmijët të gjitha. Janë mësuar tani son faleminderit. Dua të dëgjoj pak edhe unë do t'i kisha sugjeruar të ishte pak më tolerante edhe me vete në këtë drejtim. Pra 20 përbërës janë ndoshta shumë. Personalisht përpiqem që minimumi të jenë 3. Ata të kenë 3 gjëra në tavolinë. Edhe një ndër to mundësisht jetë jeshile. Avokadon e kanë. Pra, të punojmë me minimum se me maksimum nuk ja dalim dot. Dua të dëgjoj pak edhe historinë e Senatës. E angazhuar. Gati ja fillosh. Dëgjova. Dy eksperienca të ngjashme dhe të ndryshme. Më ngjanin shumë gjëra si fëmijët, thash këto I thon do them të tjerë çfarë do bëj, janë kaq shumë s'di nga t'ja nis, domethënë. Drejt. Besoj se gjejtat përbashkët dhe unë kur të flas do t'i gjejnë përbashkët, sepse jo vetëm ne me 4 fëmijë, po edhe me 2, edhe me 3, edhe me 5, disa gjëra janë përbashkëta për një nënë e angazhuar në profesion. Po nëse vëmë pikat mbi I, edhe me 4 fëmijë, me kohën se si ja dalim. Si gjendet balanca, si e ke gjetur në familjen tënde? Unë shquhem për njëri që I rri pranë njerëzve, gjithë njerëzve. Familjen, shoqëri, domethënë nuk dua asnjë njeri me ja lënë gjon po ja kryej si ka dëshiraj. Qoftë një muhabet me janë dëgju, tu fillu të njerëzit e rritur. Pa letë fëmijët e mi, domethënë që aty është energjia edhe punën e ke të lidhur ngushtësisht me fëmijët. Je në drejtoresh në një shkollë, kështu që gjithmonë I kam dashur fëmijët, edhe kur kam qenë vajzë e vogël, kam thënë kur të rritem do më bëj 4 beba. Gjithmonë e kam thënë. O sa bukur. Edhe kur e kam njohur bashkëshortin, për fat edhe ai kishte dëshirë shumë fëmijët, e kishim kështu si parim, nëse ti don 4 kalamaj e vazhdojmë bashkë, nëse nuk don fëmijë shumë, nuk kena ç'a bëjmë bashkë. Por në pjesën e dytë do ndalemi gjatë pikërisht te këto dëshira që ju keni patur. Përpara se të njihni partnerët, çfarë keni ndërruar edhe si erdhi realiteti më pas. Energjia. Tani duam të kuptojmë pak të balancën edhe sfidat e ditëve që ju jetoni. Por edhe të bukurat patjetër që duhet të jenë pafund. Sfida është fjala më e bukur për me përshkruaj jetën time. Jam gjithmonë në një garë, sepse përveç fëmijëve, punëve të pafundme dhe përveç njerëzve që më kërkojnë vazhdimisht me ju bë një punë, një përkthim, një redaktim, me ndihmuni një organizim, një promovim, nuk e di, një projekt, një kolege që ka, përveç që unë nuk kam dëshirë me thënë askujt jo, nuk kam kohë për ty, është gjithkusht që më njeh Fedin, që e shtrydhi veten dhe
dhe me thënë kaloj në aktivitet modalitet të çmendur, me thënë bateria jeme është të ra, por unë nuk dorëzohem asnjëherë. Di me thënë që jam një nanë, një gru që i flen jashtë mos e pak, ndryshe nga zonja, nga mama që kam kra, fëmijët e mi nuk kanë qenë fëmijë qeta as pak, përkundërzi janë fëmijë. Dorina pas ke qenë me fat. Po. Më thënë, kur shikosha nana që ankoheshin për diçka krejt, që të them, dhe më thënë, i thosha e bekume, sepse fëmijët e mi kanë qenë fëmijë që se kanë dosh gjumin asnjëni, kanë qenë fëmijë që se kanë dosh ushqimin, dhe di me thonë që janë rritë fëmijë shumë të shnetshëm, edhe në peshën e tyne gjithmonë, sepse mjekët ta quajnë si dojnë, po unë gjithmonë ushqimin ju a kam dhënë, kanë dashur apo s'kan dashur ata. Bile, për qa merr malli shumë... Dorina nuk është dakord me këtë teori. Për kohën që ka shku, merr malli për kohën... Po, shikosha feedbackun mrapa, sepse mjekja gjithmonë i kisha ankesat e mjekja fëmijëve. Edhe ajo që më thoshe, unë nuk e kuptoj pse ti ankohesh, fëmijët e tu, ti nuk i sjell pothuajse kur, fëmijët e tu ftofen aq rrallë, smuren aq rrallë, kanë probleme aq rrallë, kanë aq forcë, imunitet. Ti e nën që ilacet pothuajse nuk i përdor. Edhe nuk di pse ankohesh, ku më shikote në rrugë me fëmijët tonë të shnetshëm, bufak, shumë të që ankohesh. I thosha, unë ankohem se lodhe mund, po jo se këta nuk e hajnë racionin. Racionin të ta hajnë. Ja, një pike për Dhe ishte, jo, sepse unë jam shumë e dashuruar me gatimin, edhe shijova pa fund aty, jam jo aq sa ti, mu duk jo aq shumë. Të pruar, sigurisht. Duk pak e teprume, po pa diskutim që deri në gjys. Gjysmën se ka. 10 përbërës. Por ama, aty që ti e ban me fëmijët e tu, unë e baj me shoqet, me mamin, me tezen, me hallin, kushdo që vjen, ku nata jam e ka i shprehje për mua, thot kur vim te ti si kush konte nana në fshat. Se ti nuk din tjetër do hash atë. Domethënë, ton energjia dhe burimi dhe kjo vjen te unë, si njeri vjen prej dashurisë që kam për njerëzit, lene pastaj për fëmijët e mi. Unë nihem mirë kur i baj tjerët mundi mirë. Do të shohim disa momente të bukura, disa foto dhe video të shkëputura nga jeta jote e përditshme. U sa bukur! Kjo është lindja e Blinit, djalit, momenti i parë kur motra Malle, Amla dhe Isis u takun me Blinit, sepse Mjalta ishte në kohë. Pse pak mami? Duke përshpërthën? Ja, nuk qanë. Si është pak më ndrojtër. Qanë, thot po e pusa. Jo, nuk qanë i dhe mu, po puse vlajnë. Mi hobi qine. Është moment shumë emocionus. Shumë, sidomos këto 2 fëmijë i kam linë në operacion, 2 fëmijë e vegjël. Shiko si del Mjalta, ta sheshi që anon në shpikur nuk është nana. Sa diferencë kanë? Ka ftyrën komplet vizatume në qofse është me buskuq. Mjalta ban 6, Dini ban 3. O zemër. Aty jam zotë sa e lollën janë. Jam motrat pa e mësoj me e, të në video që i kanë boku, unë s'kam kanë në shpi. Kjo është dita Bajramit, mas Ramazanit. O, sa bukur. Ne babi një kina 5 vaksh, edhe ne përpiqena me ju afru besimin ti dhe na besoj musliman, po jo deri namaz, kena babin, avash. Kjo është gjoa vjen me vokacion, me dëshirë. Po, si që tha dhe mama, me rritë fëmijët në rrugën e Zotit e të mirave, nuk ka përkundër se është gjoja më e bukur. Që të bëjnë njerëz të mirë edhe këtë desha me e cekë, që the ekuilibri. Kur ti mendon që ki linë 4 fëmijë, i ki prunë këtë dynja, nuk i ki prunë vetëm me idenë që ti ushqej edhe ti ve me fjetë, ti laj, ti shplaj. Edhe unë po vazhdoj profesionin tem tash, të baj karrierën tem dhe duke unë më mirë në botë. Qose nuk jam më mirë për fëmijët e mi, herë nuk kam çaj duhem botë, e para. E dyta, nëse unë do të ndjesha mirë nëse dikush do të më thoshte se na ti je të rrit fëmijë të mirë dhe qytetar model për shoqërinë. Aty te ajo unë gjej atë frymëzimin që t'ju rri afër dhe në çdo sekond, në çdo lloj dëshire, në sport, muzikë, pikturë, në shkollë. Në atë momentin kur ai thotë se du këtë fustan, nuk e du këtë veshje, unë direkt ta kuptoj dëshirën e saj dhe mos ta bëj me mësu me vujt për gjanat vogla, përkundrazi edhe në gjanat më të mëdha, unë do të jem gjithmonë pa diskutim si çdo nana, por arritja më e madhe është që këta fëmijë me kanë dikushe. Këta fëmijë kur shkojnë me këto 4 fëmijë diku, ndihem krenare dhe të më thojnë dikush që të lumë më se natë sa fëmijë mirë pas ke rrit, sa të edukum këto fëmijë.
ose fëmijë që din me ja ditë vujtjen, nevojën tjetrit, fëmijë që din vlerat e veta, por fëmijë që nuk shtypin atë tjetrin. Të rritën njerëz të mirë. Dhe ti ke dhënë një mesazh shumë të bukur. Kjo është frymëzimi për mua. Domethënë nëse unë i shoh ata që janë bukur e mirë, më flollem asnjëherë. O, sa bukur. Faleminderit shumë për mesazhet. Ne na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish se do të flasim pak për vështirësi, do të flasim pak se si e kishit projektuar ju familjen tuaj. I flasim pas publicitetit.